Ai që s'falet, ai thot, është pa logjikshme 5 herë ditë më fal. Po unë që falem edhe ti, edhe çdo kush që na dëgjon, ai di se sa e lehtë është namazi dhe sa e lezetshëm është namazi. Atë ka ndodhur në herë që ty me tik në namaz, po besoj që jo, po për shembull kur I falim namazet në udhtim, që kemi drejt mi bashku. E lam drekën deri në Hindi. Në momentin që hyn koha drekës, ti edhe unë na nuk mund më bë rahat. Për arsye se Allahu xhaleshano ka lënë në programin e njerëzve që moni rahat vetëm kur I kryjn adhurimet. Përveç këtij lezeti që kur ta kryjn, kur jep selam, çfarë kënaqësi e ndjen, kur vjen akşami e ndjeni kënaqësi tjetër, siç ka thënë edhe Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, për mua është ditë bajrami, a ditë kur unë kryj adhurimet. Pasi ku mba Allahu, kënaqësi është se ti çfarë ditë ke shtin xhep. Thot fjala popullore sikurse një biznesmen I cili kur vjen akşami bën llogaritë veta ka dal plus. Ai ka shtit diçka në xhep. Pastaj lej këto kret. Është çfarë kënaqësi është e jetës varrit. Ku na nuk e dim sa mijë vjet do të qëndrojmë ashtu siç kanë edhe janë duke qëndruar të parë tan prej Ademit alayhis salam, aty kanë kënaqësinë e botës e jetës së varrezave që vetëm Allahu e di se si. Ama janë duke u kënaqur. Pastaj kënaqësia ditës gjykimit e cila zgjat 50.000 vite. Vetëm që ajo ditë domethënë Allahu xhel me çu rahmetin e vet dhe me të kaplu, me të fut në hijen e arshit të tij, po mendoj që mjafton kënaqësia këtyne 60 viteve ose 70 viteve. Ku është pastaj xheneti, I cili është pa hesap I madh, pa hesap I vlefshëm, I pa imagjinueshëm, se mendja s'ta merr syre se ka pa veshje se ka dëgju, imagjinata nuk e percepton.